është obligim për ne. Si për ata që kanë qenë gjallë kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që kur të ndëgjojnë fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, më ndëgju, me praktiku, me besu, edhe me qenë për aty në shka na shkalojnë fjalën e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe i marrin fjalën e njerëzve. Nga se nuk është për hedi selef, nuk është për udhëzimit të selefit që me lënë ana fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe me lënë fjalën e njerëzve. Dami me fatkeqësia, belaja më e madhe është, edhe ka qenë në metin musliman, edhe që u bë shkak më përçon musliman, edhe më ardhën që drejtë që shën tash, është e kanë lënë musliman fjalën e Allahut. E kanë lënë fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kanë kapë fjalët e hoxhallarëve, dietarëve të tyre, edhe i kanë konsideruar më çajta se sa fjalën e Allahut azza wa jall. Edhe atëherë Allah subhanahu wa taala i ka prunë që drejtë që shën edhe tash sot me çdo fatkeqësi, me çdo belaj që shikan, të largon bidinit të Allahut azza wa jall. Edhe katrat e gjahmi, edhe ajo prezenca e ignorancës në mesin e tyre, krejt si shkak i mospasimit të fjalës së Allahut subhanahu wa taala dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse dojmë të gjejmë shpëtimin e Allahut dhe nëse dojmë dinën e Allahut azza wa jall, atëherë patjetër duhet të kthy me pasu fjalën e Allahut, me pasu fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me i paraprit këto dy fjalë para çdo fjalë tjetër. Nga se ata ulemaja hershëm që kanë qenë, qoftë Abu Hanifa rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, Ahmed ibn Hanbal, Shafi e tjerë, gjithë kanë porositur që fjala e tij nëse vjen dash, nëse vjen kundërshtim me fjalën e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanë thonë atëherë me marr fjalën e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E posa shërish kur kanë bëjmë hadithe, kanë thonë nëse hadithi është i vërtetë, in sahha al-hadith fa huwa madhhabi. Nëse hadithi është vërtet, kanë thonë ai është madhhabi. Kjo është porosia këtyre ulemave të mëdhenj. Posa që është katër ulemave të mëdhëbeve, që shumica muslimanëve janë pasues të këtyre ulemave, atëherë kanë për obligim, mas pari kanë për obligim për Allahut azza wa jall. Kuptohet? Ashtu edhe pejgamberi sa mirë po gjithashtu edhe këta ulemora kanë porositur që mes mi pasu fjalën e tyre me la fjalën e Allahut dhe pejgamberit sa. Kjo fatkeqësi është kur i shef disa njerëz që pasojnë këta ulema kur një vjen argumente për Kur'anin ose për Sunetin, posa që është për Sunetin e refuzojnë shumë lehtë, pa probleme refuzojnë, është shumë keq kur ata thonë jo ka thonë filan alimi, jo ka thonë hoxha jon, jo ka thonë alimi jon, kurse nuk e shqyrtojnë mirë se hoxha i tyre, alimi i tyre ka porosit që ata me marë fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në këtë rast Abu Hanifa rahimahullah, o kon pjatini që ka porosit që nëse hadithi është sahih, atëherë me marë hadithin dhe me lënë fjalën e tij. Kjo është ka tregon se edhe këta njerëz që thonë thirrën në pasimin e Abu Hanifes rahimahullah, realitet nuk janë të njoftën me fjalët e tij, nuk janë të njoftën me imamin e tyre, me fjalët e tyre. Çka t'jep me kuptu se këta njerëz kanë rënë në një gabim, çka është një gabim që duhet më largu patjetër prej tij, nga se ky gabim është si shkak i xehlit mosdijes, sepse Abu Hanifa rahimahullah apo i pari që ka porosit për më largu pi këtyre sendeve, pi këtyre bindjeve dhe ka porosit që me pasu hadithin dhe me lënë fjalën e tij rahimahullah. Thot Ibn Abbas radiallahu anhu, thot yushakun yanzala alaykum hijaratun min as-sama'. Thot kam frikë që me zbrit ngur pi qiellit. Ju them ka thënë Allahu, aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Thot ju them ka thënë Allahu azza wa jall, ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurse ju më thoni ka thënë Abu Bakr dhe Omeri. Para mendon kohën e Abdullah ibn Mas'udit, që ka qenë afër kohës kur ka jetuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Do them kjo ka ndodhur mas vekës pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për një kohë shumë shkurt. Ka ndodhur do të them me pas si gabime, me pas si njerëz që kanë thonë ka thonë Abu Bekri, ka thonë Omeri, kur dikush ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E çka do të thotë në kohën tonë, kur njerëzit janë të larguar mbi dinin e Allahut azza wa jall, nuk kanë një rrugë për dinin e Allahut azza wa jall, nuk kanë ilm, nuk kanë ditori, do të thonë gjinohet, edhe njerëz të tillë, edhe mendimet e tilla, pretendimet e tilla janë më të shumta. Ibn Mas'ud radiallahu Ibn Abbas radiallahu anhu e ka kuptuar të vërtetën, e ka kuptuar domethënë të vërtetën e kësaj feje, edhe ka kuptuar të vërtetën edhe çka do të thotë me pasu për mesasën, për këtë arsye ka thënë yushakun yunzal aleikum hijaratun min as-sama'. Ka thënë kam frikë që mos po bëj ngur pi qiellit. Nuk me pranoni hadithin, po thoni ka thënë Abu Bekri dhe Omeri. Kush shkon Abu Bekri dhe Omeri? Domethënë nuk kanë njerëz më dashur pejgamberit sallallahu edhe njerëzit më të mirë në metin pejgamberit sallallahu pas pejgamberit sallallahu, megjithatë fjala e tyre kur vjen pyetje fjala e pejgamberit sallallahu nuk ka pesh. E mos flasim për dietar, qoftë ai Abu Hanifa ose qoftë ai Imam Malik ose qoftë ai
Ahmed ibn Hanbal, ose qoftë ai Shafi, Muhammed ibn Idris al-Shafi rahimahullah xhamia, kur do qoftë ai, kur vjen pyetje, fjala e pejgamberit sa jemi të obliguar me pasu fjalën e pejgamberit sa. Nuk jemi na as njerëz sikur krishterët e jahudit, se priste ty fedari kanë konsideruar për Zotin ose çka i kanë thënë ata e kanë pranuar. Mirë, për na duhet me qenë te atyne, çka kanë thënë fjalët e pejgamberit sa sfarit, kurse fjalët e ulemave i pasojnë kur ata janë për pushmëri me Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Parimi i tretë, mahabbatullah taqtadi mahabbatu rasul sallallahu alaihi wasallam. Nëse njeriu e don Allahun azza wa jall, kjo do të thotë me dashur edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo janë, domethënë, të ndërlidhura me njëra tjetrën, çka duhet patjetër. Mirë, por çka dashuri nuk do të thotë që njeriu të pretendon këtë dashuri, thotë që ne dua Allahun dhe pejgamberin, mirë, po të realizohet, domethënë edhe në praktik, të fryte, të domethënë argumente, veprimet e tij të jenë argument çajra sahi ose që don Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse Allah azza wa jalla ka obliguar me lisan dhe ka ndaluar me lisan, si për aty që ka përgjigjet kësaj fese. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka obliguar me lisan, edhe ka porositur me lisan, si për aty që ka respekton ato porosi. Kjo është domethënë ajo tamam dashuria vërtet ndaj Allahut dhe dashuria vërtet ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Parimi i katërt që ka të bëjë me disa devijime ose me disa tradita, me disa praktika që s'kan qenë në kohën e selefit, thjesht me kuptu se këta njerëz cilat pretendojnë që dojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu posaçërisht në realitet nuk janë që e dojnë pejgamberin sallallahu. Përkundrazi janë për atyre që dojnë pejgamberin sallallahu me veprimet e tyre këtë dëshmojnë. Ta njerëz janë që me gjuhët e tyre e kanë dëshmuar dashurinë e pejgamberit sallallahu. Kanë thonë ne dojmë pejgamberin sallallahu. Janë parashit pa tjetër si dashur pejgamberit sallallahu. Kanë shkruar kasaj, poezi, kanë shkruar libra për menaqibun nabi sallallahu, për vlerat e pejgamberit sallallahu, për jetën e tij, për luftrat e tij, jetën, sirën e tij në përgjithësi. Mirë, po kur të shishojmë në realitetin e tyre, hallin e tyre, gjendjen e tyre, e gjejmë se ata njerëz nuk janë çdo pejgamber sallallahu. Në gjuhët e tyre gjendet kjo. Gjendet kjo dashuri. Ata pretendojnë, mirë, por realitet nuk është dashuri që e don Allahu azza wa jall dhe don pejgamberi sallallahu. Nuk është dashuri që Allahu azza wa jall ka porositur në Kur'anin e familjar. Nëse shqyrtojmë një poezi të një pejbrisa të tyre sufive, ajo është Bosari, thotë fa inna min judika ad-dunya wa durratuha wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalami. Thotë si shkak i prezencës tënde, i krijimtarisë tënde, Allahu azza wa jalla ka krijuar dynjan dhe gjithçka ka në ta. Thotë wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalami, se dhe për dijes tënde është dija e penës dhe dija e lauhit, domethënë ajo lauhi ku Allahu azza wa jalla ka shkruar çdo sen për i para se mu kriju dynjaja e deri sa të shkatërrohet kjo dynja se dhe dhona që kanë të bëjnë me ahiret. Kjo poezi, ose kjo vargë, kësaj poezie që ka shku kjo Busari, tjep me kuptu se këta njerëz kanë khalel, kanë gabime në akiden e tyre, imanin e tyre. Nga se Allah azza wa jall spari, se për këtë rreshtit parë, nuk e ka kriju dynjan për shkak pejgamberit sallallahu. As gjithë shka ka në to për shkak pejgamberit sallallahu. Allah azza wa jall na ka bërë qartë në Kur'anin e tij se dynjan e ka kriju për një qëllim. Njerëzit i ka kriju për një qëllim. Ajo është ku ka thënë wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Thotë nuk e kam krijuar xhenet as njerëzit për asgjë të pas që të më adhurojnë. Allahu azza wa jalla pas ka krijuar dynjan, gjithçka ka dhënë për adhurim, për ibadet. Nuk e pas ka krijuar për ibadet Muhamedit sallallahu. Për shkak Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo t'ja për kuptu se këta njerëz i kanë ngapruar gjona, nuk e din realitetin e krijimit të kësaj dynjaje, as krijimit të njerëzit, as gjinda, as melek, as çdo tjetër. Mirë, po besojnë që Allah azza wa jall e ka krijuar dynjan për shkak pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tjetra, wa min ulumika ilmu al-lawhi wal kalami, se dhe dijes sonde është dija e lauhit, se dhe kalemit, lapsit, penës. Kjo t'ja më kuptu se ta njerëz e kanë cilësuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me cilësi që i përket vetëm Allahut subhanahu wa taala. Ajo është që Allahu azza wa jall e din gajbin. Nuk e din as pejgamberi sa, as nuk e din pejgamber tjerë, as nuk e din njerëz të tjerë, as nuk e din melekët,
përveç ka Allahu Azza wa Jall ju tregon aty në melekëve ose ju ka treguar aty në pejgamberëve fi sekreteve dhe nuk ju ka treguar disa robe tjerë.